Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve arrestuan shtetasin SSH 24 vjeç banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit në automjetin me të cilin ai qarkullonte, shërbimet e policisë gjetën një sasi të dyshuar lëndë narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EH 22 vjeç banues në fshatin Dobraç, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 15 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi një motomjet pa targ. Referuan materiale në prokurori pasi dje në rrugën Kol Heçimi, shtetasi MK 25 vjeç, duke drejtuar motomjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoi automjeti është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin DY 54 vjeç, banues në fshatin Dobraç. Nga aksidenti u dëmtua lehtë drejtuesi i motomjetit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin XM 61 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.